Afërdita Zeka Ymeri, e lindur në Podujev, por që aktualisht jeton dhe vepron në Prishtinë për gati një dekadë, është shembull i gjallë se kur nuk është vonë për të ndjekur pasionin. Përkundër faktit se është e martuar dhe nën e 2 djemve, ajo ka nisur rrugëtimin e saj sportiv para më shumë se 3 vitësh, në një moshë kur shumica hezitojnë të provojnë sfida të reja. Për shumë pak vite të karrierës së saj sportive, ka marrë pjesë në mbi 50 gara të atletikës dhe biçiklizmit, brenda dhe jashtë Kosovës, duke arritur suksese të jashtëzakonshme në shtete si Shqipëria, Malizi, Turqia dhe Italia. Përshëndetje shikues të nderuar, këtu pranë vetës kam sportistën Afërdita Zeka Ymeri, me të cilën do të flasim rreth karrierës së saj. Fillimisht faleminderit që pranove me qenë pjesë e kësaj interviste. Faleminderit. Në rand por ju falenderoj shumë për intervistën. Njëkohësisht dua t'i përshëndes të gjithë ata dëgjuesit dhe shikuesit që do e ndjekin këtë intervistë. Siç e cek edhe ju, unë quhem Afërdita Zeka Ymeri, me përjardhje nga Podujeva, por jetoj në Prishtinë. Jam gruaja martuar, nën e 2 djemve. Djali i madh Albioni është sportist, kurse Aridoni i vogël, ai jeton edhe punon në Amerikë. Burri punon, unë më tepër po shpenzoj se sa po fitoj. Ndërsa pak më kanë lastua familja, si jam për hasretën familjes, që s'kam edhe vajza tjera. Bona pak shako. Unë dhe për mua është kënaqësi e madhe me ndo diçka me ju dhe publikun nga ky rrugtimi im i sportit. Afërdita, fillimisht na tregoni pak për veten tuaj, si lindi pasioni për sportin? Po fillimisht talentin për sportin e zbuloi djali i madh dhe pastaj ne të e përcjell ato dhe zbulova dhe vetë talentin për sport dhe fillova të marr pjesë që në garën e parë, pash hapat e mi që mund të mja dalë se ato arrita edhe vendin e parë, në Lipjan, dhe pastaj nuk ndala asnjëherë dhe që 4 vite merrem me këtë sport, dhe ku marr pjesë në shumë vende ndryshme dhe gara ndryshme dhe për një kohë të shkurt, kam përjetuar momente që shumë njerëz i ndrojnë për vite të tëra, dhe deri me tani, kam marrë pjesë në Kosovë, në Shqipëri, Maltezi, Tivar, në Ulqin, Stamboll, në Itali dhe Varaždin të Kroacisë. Pak më parë theksua që merreni me sportin që 4 vite. Si ndikoi kjo në anën shpirtërore dhe në atë shëndetësore? Jashtëzakonisht pozitiv ka ndikuar, qoftë në aspektin fizik, shpirtëror, mendor dhe gjithçka është pozitive dhe ma ka ndryshuar jetën rrënjësisht sporti. Cilat kanë qenë disa nga sfidat sa i përket këtij rrugëtimi që mundesh me i veçu? Po, sfida ka normal dhe secila garë, secila medalje ka sfidën e vet, adrenalinë dhe fitoren e brendshme. Keni marrë pjesë në mbi 60 gara në vende të ndryshme. Cila ka qenë gara më sfiduese? Po, gara më sfiduese, shika, të gjitha garat janë sfiduese, po ato që kisha dash me i cek, ato që kanë qenë edhe adrenalina të hapat e mi të partë, ka qenë gara e Lipjanit, shkurja e parë në kampionatin Ballkanik, në Stamboll. Ato ka qenë shumë interesant se ishim në një garë ku thirret Krusi i bardh i Kosovës, ku mahet në parkun e Gërmis. Është Krusi i bardh për arsye se mahet në dimër, në borë. Dhe ato një kolege imi e sportit dhe kryetari i klubit Vedati, të cilit i përshëndes me respekt, po më thojnë, Afërdita, bënu gati për më marrë pjesë në garën ballkanike ku matën mars. Dhe unë hezitova pak, se është ai instikti para guximit që del ai Afrika. Dhe Vedati po mendon, kryetari i klubit po mendon që ne kam brengën të buxhetit dhe po më thot, Afërdita, ti shkon me shpenzimet e klubit, mos bëj derë për shpenzimet, thash faleminderit Vedat shumë, unë e vlerësoj këtë punë,
po nuk shkoj, nuk marr pjesë, unë e kisha asë një vit që kisha fillu mu marrë me gara sportive, thashu dhe unë nuk kam pregaditit dhe nuk më marrë një ven kaq të madhë, kur s'ku marrë pjesë. Tha Fordita, po të sët, a dole dyta? Thash po, një të veç edhe pak me ushtrua, të kemi marrë edhe medaljen e ardë. Thash, hajgare po bënd të dhe mu vedata. Dhe ishte edhe djali aty dhe burri dhe po më thujnë, po pëse s'po shkon, shko a provoje, pas e po të shojnë, okej, ma në fund vendosa me shkua dhe kur erdita me shkua, kam qenë e jashtëzakonshme, e entuziazmume, e gëzueshme pa mos, më duke vetja si po shkej të dajtë. Dhe shkova pa pritje të mëdhaja, shkova thjesht me përfacu vendin tim dhe mi po garat e ati nivelin si zhvillohen dhe si shkojnë. E pse unë kthena me 3 medalje, 2 bronzë dhe 1 të artë, nuk e prita, po kja ishte një surprizë nga vetja dhe vazhdova matutje. Dhe pastaj gara më sfiduese ka qenë gara në Tivar të Malit e Zi, që aty kum prit sukses, kum prit shumë prej vetit, po aty nuk shkoj ashtu si që planifikova, aty arrita medaljen e argjend, edhe aty isha shumë e lumtur, aty kena shku nga ka qua klubi i veteranve, shoqata e veteranve, dhe kena shku si ekip, po me gjithat jemi knaqë, kur po shkon në të garat balkanike, po knaqër sepse po she vende ndryshme, po she kultura ndryshme, pe shijon garen, pe shijon vendin, dhe gjithçka po është mrekulli. Çfarë simbolizon për ju se cila medalje dhe mirënjohje, në cilat emocione ju rikthen? Po, atë, shikam, aty garat ku organizohen mirë, ku janë mikpritjet e mira me muzik, me ushqim, mikpritja me dashuri, aty të mojnë gjallë dhe të mojnë një adrenalin të nkon dhe kur vjen rada për më shku me marrë pjesë edhe një herë në atë gara me pa dore merr pjesë. Si e kujtoni sot atë moment dhe çfarë kuptimi ka pasur për vazhdimin e karrierës suaj sa i përket fitores dhe vendin e parë kur e keni përjetuar? Jashtëzakonisht emocionuese dhe sa herë që i kujtoj më dhojnë adrenalin, më dhojnë energji pozitive, shumë bukur. Po kampionati ballkanik në Stamboll duket se ka qenë një pikë kthese për ju, si e përjetuat atë, si e përshkruani? Jashtëzakonisht emocionuese, një mikpritje, një respekt nga organizatorët e gares, atë brëritjet, atë shuplak, të nkohen gjatë gjithë gares, i kishe atë brëritjet, shuplak. Kur këm marrë pjesë në Maltë e Zi, ka qenë një sfidë ndryshe sepse nuk e kum ndje qatë mikpritje, si herën e parë. Si herën e parë në Stamboll. Në disa gara keni thënë se pritjet nga vetja kanë qenë edhe më të larta se rezultati. Si e menaxhoni pjesën dhe si e shndroni atë në motivim të tërësishëm të vetës? Po, momentin që nga njëherë qëtojnë sfidat e bëjnë vetën, atë ku një farë mënyre zhgënjehem nga vetja ku nuk e dho ato që e presë, po me gjithat o motivojnë dhe o mshtynë të punoj edhe ma tepër me veten. Ju personalisht keni garuar në shumë vende dhe keni përjetuar mikpritje të ndryshme, po cili organizim ju ka lënë ashtu mbres brenda vetës që nuk e harroni datë? Kanë qenë të shumta, po dua të ceku një kur shkova për herë dytë. Gara ishte për herë po në renditje ishte e dyta në Tomëc, në Kosovë, ato isha si veterane dhe ato ishte sfidat të mëdhaja, rrita vendin e tretë, Albiu një djali në vendin e parë dhe i mërën çmimet dhe po dojna mu kthyen në shtëpi dhe organizatori i garës Fikreti, të cilin e përshëndes shumë, dhe po na thot ku po shkoni? Tash po kthehem në shtëpi, unë kisha me përcjell edhe Albioni se kishte më ushtrue nga ato, jo, kena organizu dhe ushqem këtu ku po shkoni edhe na qenë na bërtyne dhe ku shkum ato,
Unë fillimisht kur shkova i posh aty gratë u pjek flia. Po unë mendova me vetën, thash, këtu po e pas kanë tradit, te djela me pjek flia, në fakt atë flia ishin për pjesëmarrës të gares. Dhe ato kishin organizuar jashtëzakonisht mirë, tavolina, sikunin me qenë i dashur, ushqime me flia, me baklava, me misha, me muzikë, me tupona, nuk e di, një emocion që kur nuk e harroj atë garë, dhe sot sa herë që e regjistroj me padurim, du me marrë pjesë në atë garë, si knaqëm. Gara që organizohen faktikisht në emër të dëshmorëve, për ju çfarë emocione ju përcjellin ato gara, ato lloj garash? Garat kur organizohen në emër të dëshmorëve janë jashtëzakonisht emocionuese. Dhe aty nuk garej veç për veti, po aty garej edhe për sakrificën, për gjakun, për ata që derdhen për lirin që ne sot e gëzojna lirin. Duhet me përjetu vetë që me kuptu, janë shumë emocionale. Por i kthehemi gjatë gjithë kohës, dyqysh ne keni farë adrenalinë, një farë ndjesie, dhe një farë mënyrë super kur e ki obligim me bo diçka për ata që dhani jetën edhe derdhen gjakun për lirin. Ndjenje jashtëzakonshme. Jashtëzakonisht është një ndjenje e veçantë. Por i kthehemi tek familja, sa ka qenë mbështetësi familja juaj gjatë rrugëtimit të anës profesionale? Jashtëzakonisht ka qenë mbështetja që nga burri, që nga djemt, sikur, si me thonë, sikur mos të më kishë mbështetje ata, unë sot nuk do të kisha arrit të ku jam sot. Zonja Afërdita, cilat janë planet tuaja, mund të na flisni shkurtimisht me që jemi në fund të kësaj interviste? Planet e mia janë me vazhdu me sportin, me qenë sa ma shumë aktive, me përfacu vendin tim me dignitet dhe me qenë shembull për të gjitha ato gra, ato nonat që mendojnë që është vonë me bë diçka për veti dhe ëndrat nuk kanë mosh. Mjafton me pas vullnetin, guximin dhe me vazhdu se ëndrat bëhen realitet. Ashtu, sikur se edhe ju që... Jam dëshmi une që kur nuk është vonë, se unë në moshën 45 vjeç, kum fillu mu marrë me gara sportive. Po zonja Afërdita, keni hasur sa i përket paragjykimeve, sikur se edhe ne e dim që populli janë kosovar, i ka ato paragjykimet sidomos për gratë. Keni pasur, jeni ballafaquar ju vetë personalisht me paragjykime? Ndëgjo, unë asnjëherë nuk u ka një kohë kur paragjykimet më kanë lënduar shumë dhe o kona ja koha kur kum fillu shkollimin dhe punësimin, kam has me paragjykime, kritika, e theshet theme, dhe ato që me kanë lëndu më së shumti janë nga ata njerëzit që janë prita që me ma përkrajen në mbështetjen nga ata, dhe ata e bërën të kundërtën, vetëm pengesa nga ata, po unë për veti personalisht nuk më bojmë përshtypje paragjykimit, sepse e di që paragjykimit janë frikë, mendësi dhe mosdija e njerëzve, po unë që kisha dash me dhënë një mesazh të gratë dhe të vajzat. Shika, kur unë kom bë intervistën për sport, 2 intervista që ku majtë dhe garën e triatlonit që ku majtë në Tiranë, të liçeni Farkës. Pasi e mbarova garën, majta garën e stafet dhe u gëzova jashtë mase kur e pash se e kisha thyer rekordin tim personal të notit dhe prezentuesi garës për mi bën disa pyetje. Po njëna prej pyetjeve që më ka ngolit mendja është kur thot Afërdita, a ka në Kosovë gratë e moshës tane që merren me këtë sport, se në Shqipëri tha nuk ka, besën u habita pak. Dhe gjatë gjithë kohës më rënte ato një vajzë afër. Po me fillim nuk e kuptova pse po më rën ajo vajzë afër. Ishte dikon 10-13 vjeç dhe pastaj shkova në tualet. Dhe merr në tualet mbrapa dhe kur merr ledhatova me dashurinë time dhe po më thot, "Teta, bën ta bëni pyetje tash unë tetes, a vështirë tha me bon natë?"
me migra bicikletës dhe me vrapu. Thash, ja, s'pak tetës, e ti pse thash nuk merr pjesë? Tha, nuk me lën nana. Thash, po ti qenë ke rri, po ti regjistrohen e një klub, ushtrohesh dhe merr pjesë. Tha, jo, tha, se më thët nana, tha, nuk ka sporti, tha, për goca. Ua, kur ma tha këto, jashtëzakonisht mu dok që mu, edhe tani po m'doket që po m'dzinet fryma, qysh, ende në këtë shekull, ka nana që ekziston, me thonë vajzës dhe vetë, që sporti nuk është për goca. Ndoshta kisha thonë aty vitet e 70-ta, 80-ta, para kur se kena po, kishte qenë me e pranueshme se jena si popull të izolum kemi qenë. Po sot, derisa kemi internetin, sot e kemi shkollën në dorë. Sot nuk nevojit më shku vetëm në shkollë. Sot kemi ide, aja bota që u kone pa fund, sot du bon një botë e vogël, krejt për njëve. E qush sot me tonë vajzës dhe vetë, sporti nuk është për goca. Dhe jo veç kaq, dhe dy intervista që ku majtoni për sport në Kosovë, ku më hasë historitë të ndryshme të grave. Ka prej atyne që motivohen shumë, dhe për këta më gëzën fakti, dhe marrë komentet e shumëta. Po ka dhe prej atyne që kanë dëshirën, vullnetin mu marrë me sport, po se kanë guximin edhe gjelezia e burrave. Njëna prej tyne vash që më ka prek shumë, më tha Furdita, mu më ka thonë tha dhe i mjeku, tha mu marrë tha me sport, tha si kam probleme tha me shëndetin, po tha burri e gjeles. Po, dhe unë mundova me bind ata që duhet me kuptu burri që mbi gjitha shëndeti. Dhe pas një bisedit të gjatë, ma në fund të arrita, ja nisi me qaj, tha, dhe na Furdita që unë e veç për këta të mirë. Ua, si ka mundësi, aja ishte se më kom vajze jemi, a qëri, edhe me boj jetën vetëm për thmi, që ka me ndojnë këta djemë të ri. Fatkeqësisht unë e vi nga një rreth, që janë shumë paragjykus, nuk kisha dash me qojt e ashpër mentaliteti orë, po fatkeqësisht kjo është realiteti, që dhuna fizike, ndashta pak është paksu, po është rrit dhuna psiqike, është trashigu, edhe po trashigohet brez pas brezit, çka mendojnë djemët e ri, gratë i kanë pronë, atë çka? Dhe mesazhi jem është për vajza dhe gra, mos u viktimizoni, luftoni për të drejtat e juve deri në pikën e fundit, vuani për kullëm edhe për bukë, se dhe unë një ditë e vuajta, po mos ju nënshtroni askujt. Nuk ka drejt askush me amo lirin tuaj. Jeta është për me jetue, me shijue. E ka dhe sfidat e natyres, po jo sfidat nga njerëzit. Dhe nuk ka askush drejt që a merr lirin edhe gëzimin e juaj. Zonja Furdita, shumë faleminderit sa i përket krejt kësaj interviste, përveç se dhatë një mesazh sa i përket informatave rreth profesionit tuaj, u dhatë një mesazh teje të jashtëzakonshëm, edhe për motivin, edhe mos me mendu vajza që nuk munden me ja dalë në çfarëdo moshe, mjafton me desh një profesion, me punu mbi to, edhe patjetër që një ditë keme pas një rezultat, një finalizim të mirë, të asaj që e kërkan. Kështu që shumë faleminderit. Vetëm mjafton me pas disiplinë, me këndgatshmën edhe me vazhdue me ëndrat e veta. Ju faleminderit edhe nga ju, ishte kënaqësi e imja me nda diçka me ju dhe shikuesit nga ky rrugtimi imi i sportit. Nuk është vonë kur. Shumë faleminderit me këtë po e mbyllim, nuk është vonë kur. E shikues të nderuar, kaq sa i përket krejt kësaj interviste, ne shihemi herën tjetër.